Rama apo do të ketë një ndryshim, kjo lloj mendësie që është ende e pranishme penalizon partitë e vogla që dalin vetëm. Dhe mendoj që ka bërë zgjedhjen, si thua, të duhur, duke qenë, si thua, në krahun e opozitës edhe në vijshmërinë e ecurisë politike parlamentare. Veprimi i dytë i mençur më duket ideja që ajo çfarë tha, që shikoni këtë fletë, s'ka mas sigël, s'ka mas gjë, më shumë se sa për të dalë deputet vetë ose për të marrë një deputet më tepër, ka tentuar që të mas peshën elektorale të elektoratit vetë në këtë zgjedhje. Që është pozicionimi i zotit Idrisi në listë. Po të ishte për rastin personal, do ishte kryetari i partisë, do ishte në listën e mbyllur dhe ishte marrë historia. Pra me këtë ka dashur që të testoj, okay, ku jemi tani? Bëj një lloj peshore, sepse ne jemi praktikisht në një vend që nuk e kemi shumë qef peshorën. Edhe një shites ambulant, domethënë kur ti thua më jep një kilogram qepa, i thot ta bëj një tuftë. Se nuk na pëlqen bilancët. Nuk ka dëshirë të peshot. Tani të vinë tek mënyra pse ka zgjedhur zoti Idrisi këtë si thua, jo në kryqëzor, po në ndecën. Do thënë në këtë. Mendoj që kërkon 3 lloj votash, dhe si politikan përvojë di që 13.000, 14.000 vota dhe gur lumi tje nuk janë pak. Do thënë janë shumë. Sheshi SKDB plot. Dhe do të thënë i kërkon në 3 forma, pra kërkon si thua votën opozitare, sepse do mbushet 12 dhe do të jetë patjetër. Kërkon votën komunitare, do të thënë duke thirrur tek si thua gjaku çam tek përkatësia. Tek komuniteti që përfaqësohet nga kjo parti kryesisht. Dhe kërkon dhe votën personale. Mendoj që është më shumë, pak a shumë tek e treta, do të thënë si një njerëz që ka një përvojë, domethënë edhe në ekzekutiv dhe në legislativ. Mendoj që po punon më shumë për të favorizuar votën personale. Sfida nuk është e lehtë, sepse në një pushtet që ka prodhuar 3 mandate, do të thënë i 4 mund të jetë inerci, dhe nuk duket që thyrja e madhe mund të ndodhë për hir të rotacionit. Për hir të rotacionit kishim 2021 që mendohej gjithmonë që 2 mandate u prish ai cikël. Edhe kështu që tani kjo sfidë bëhet, si thosh, më e madhe sepse e kemi diskutuar në studion tuaj kategoritë e votuesve. Do të thënë nuk është se i kemi këtë votuesit ideologjik ose pragmatik shumë të pakët. Mund të ketë votues që ditën e shtunë marrin programin e një partie, si metaforë, e lexojnë dhe të dielën tjetërsojnë, si thua, bëjnë votën. Sfida është për shkak sepse lista e hapur e PD-s është një listë cilësore. Janë njerëz me kontribute, duke filluar nga Ilir Ali Mehmeti, Jorita Tabaku, Ilda Zhulali, Dhurata Çupi, këta që kanë ardhur, Bajaziti, që mos thuhet shpesh që është një listë më cilësore se sa lista e mbyllur e Partisë Demokratike? Pa diskutim. Domethënë, pa diskutim që është listë më cilësore, dhe në këtë listë janë edhe 2 kryetar partie, zoti Idrisi dhe zoti Metaj. Pra si thuash, ka më shumë ofertë, ka më shumë kërkesë them se sa ofertë. Edhe një ofertë votash që ti përmbush të gjithë dëshirat e këtyre nuk besoj se do të ketë. Kjo si thuash, edhe kjo mu duke edhe sensi realizmit që zoti Idrisi ka marrë me sportivitet këtë garë në kuptimin pozitiv të fjalës, thotë që okay, domethënë ka jetë edhe nëse jam në parlament. Absolutisht. Ka jetë politike, duke qenë kryetar partie, por mendoj që në këtë rast kërkon një gjë si thuash sfiduese. 1, votën opozitare për të arritur qëllimin e madh, 2, peshën e do të ditë realisht, domethënë sot që flasim. Se sa peshon logoja që përfaqëson? Sa peshon logoja në Tiranë? Në Tiranë presupozohet do të 37 deputet dhe kërkon me qartjet që përmendi, kërkon dhe atje të di, do të thënë, sa peshon PDU-ja sot, sepse vota për individin e PDU-s është votë për PDU-n radhë parë, nuk është votë personale. Zoti Idrisi, praktikisht a e keni konsideruar kur e morët këtë vendim edhe si një matje temperature për statukon e votës që u gëzoni sot që flasim, pra një ritestim dhe në ato 3 kategori që duket se e kanalizoi investimin tuaj për votë, zoti Dervishi, ku e keni rezervën sot që flasim? Shko, e kam thënë edhe sikur të kishim 2 në listë mbyllur, siç ishte edhe themi një lloj dakordësie e parë,
Unë prap do dilja në listë hapur. Tani mos ma merrni që po bëjnë ai kështu, po besoj që janë arsye të mjaftueshme dhe ato që tha zoti Dervish. Pra, i kishim 2 mandate, po marrë rastin hipotetik, po ne kemi që pas gjithmonë një mandat në Tiranë. Hajde bëjmë 3. Dhe ai që mobilizon më shumë është kryetari i partisë. Pra, duke dalë në listë hapur, ti ke mundësi që ti motivosh të gjithë mbështetësit, simpatizantët, por pas kësaj ti do motivosh paktën edhe në 5-6 qarqe që ne kemi një prezencë shumë të madhe, sepse unë nuk besoj që po bëjmë zgjedhje për të çuar kryetarin e partisë në parlament, për të gjetur punë atij, prandaj e përvezuar. Por për treguar edhe një herë tjetër që Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet mat peshën e saj elektorale, e rivërteton peshën e saj dhe për këtë janë zgjedhjet. Është puna e saj që të bëjmë stërvitje 4 vjet, po ditën e diel do lush futboll në stadium. Tani unë se kuptoj se si ne vim vërdall 4 vjet edhe kur vjet dita e neshjes, ai që duhet luajë në fushë tash qëndron larg fushës. Po nuk mund të jetë kështu. E marr futbollin se kam luajtur vetë futboll.